Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Andi Bora dhe mirë se vini në sken krimi. Do të ndalim për të trajtuar disa çështje sonte në pjesën e parë. Do të flasim për faktin që tashmë gjykata e posaçme do të therras në një seancë për sa i përket dosjes Partizani, kryeministrin Edi Rama në cilësinë e dëshmitarit si ish kryetari i Bashkisë Tiranës. Dhe bëhet fjalë është një kërkesë e cila është bërë nga avokatët mbrojtës të ish kryeministrit Sali Berisha. Dhe fakti simbolik është ky që kryeministri Edi Rama shkon për herë të parë në godinën e SPAK apo në godinën e gjykatës posaçme. Po ashtu do diskutojmë edhe për faktin që tashmë 3 prokuror, pra ndërta edhe kryeprokurori i posaçëm Klodian Brau ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do përpiqemi të zbulojmë se çfarë kërkojnë atje, pra për çfarë kanë shkuar. Momenti tjetër ku do dalemi për të folur është fakti i zjarrit në pallatin në Tiranë. Çfarë ndodhi? Kush është përgjegjës? A do duhet përdorej ajo lloj fasade apo jo? Çfarë do të ndodh me banorët e të tjerë me radhë për të kuptuar më shumë mbi rrezikun e këtyre pallateve që duket sikur janë bomba të cilat mund të shpërthejnë nga momenti në moment. Do ndalemi për të folur edhe për call centrat në Tiranë, një goditje që u bën në 3 subjekte të ndryshme dhe sigurisht do përpiqemi të kuptojmë sasinë e parave të cilat po fitojnë call centrat mashtrues nga qytetarët evropian, ku i pastrojnë parat në vendin tonë dhe kush janë aktorët kryesorë. Sigurisht do ndalemi për diskutuar dhe për operacionin e prokurorisë posaçme SPAK që goditi një grup kriminal, i përfshirë edhe Mir Pepa, Jetmir Pepa, një personazh i cili u bë i njohur, le të themi, pas një incidenti që ndodhi natën e ndërrimit të viteve 2024-2025, dhe bëhet fjalë për 232 pasuri të luajshme dhe pa luajshme, të cilat tashmë janë sekuestruar nga prokuroria e posaçme SPAK. Por le të ndalemi në pjesën e parë dhe në lidhje direkte un kam avokat Leonard Karajn, avokat, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Çfarë do thotë thirrja e kryeministrit Edi Rama në një seancë në gjykatën e posaçme? Në një vend normal nuk do bënte fare përshtypje. Një vend anormal si kundër jemi neve është lajm i madh. Sepse teorikisht do ishte hera e parë që një kryeminist në detyrë të shkonte të paraqitej në një organ si kundër është GKK-ja në rasti konkret gjykata për të dëshmuar si dëshmitar, madje unë e konsideroja gati dëshmitar kyç në atë aferë të cilën akuzohet paraardhësit i zoti Berisha dhe e pres me padurim domethënë se si do sillet prokuroria në rasti konkret dhe avokatët e zotit Berisha po ashtu, të cilët do të jenë të yshtur pastaj për të bërë dhe ata pyetjet e tyre për të kërkuar përgjigje nga kryeministri aktual zoti Rama. Rama në tërësinë e vet do pyetet si ish kryebashkiak, është fakt domethënës që në dosjen voluminoze, dosja ashtu quajtur dosja Partizani, zoti Rama del si një personazh jo pa përgjegjësi, të thoja unë, sigurisht fajin ose pa fajsin tjetër kush e jep, sepse vërtet aty është dhënë prona ish klubi Partizani atyre të cilët ishin ish pronar, ose më mirë pronarët de jure dhe de facto të asaj prone aty. Por destinacionin e ka ndryshuar kryebashkiaku aso kohë, zoti Edi Rama. Po, ka dalë publikisht, ka pranuar për një pjesë të vogël, ka thënë, ka dalë ka pranuar këtë. Një pjesë të vogël. Pjesë e vogël, pjesë e madhe, tani ti po hodhe një pikë uthull te vera, prishet e gjithë vera, teorikisht. Kjo është arsyetimi pastaj hajde të kapim pas fjes perit, është tjetër histori. Sigurisht, gjykata do ta vlerësojë në logjikën e vet. Nuk bëj as prokurorin as gjyqtarin këtu unë po bëj analizë juridike. Unë po them domethënë që aty zoti Berisha në vitin 2006 qeverisja e tij nxori një VKM për ishpronarët, për mënyrën se si do trajtoheshin ishpronarët aso kohë. Nga ky vendim shumë gjitholog që dalin nëpër media, që ju jepni mundësi të dalin nëpër media, e kanë transmetuar si kundër kanë qenë një vendim i përgatitur posaçërisht për dhëndrin e zotit Berisha. Në fakt nuk është kështu, sepse nga ajo VKM kanë përfituar mbi 1800 persona në gjithë Shqipërinë. Pra nuk ka qenë një VKM apo një ligj e bërë enkas për zotin Jamar Maltezi dhe apo për Xhimi Begjen e të tjerë të cilët se s'ka qenë vetëm Jamar Maltezi, aty kanë qenë shumë tjerë që kanë përfituar.
Ata kanë përfituar pronën, por me ligjin e vjetër, gjithmonë aso kohë, ti mund ta përfitoje pronën, po mund të bëhesh pronar i klubit Partizani. Aso kohë klubi Partizani kishte president Zotin Albert Xhani. Pra nuk mund ta tjetërsoja atë. Klubi do ekzistonte, do rrinte aty godina, fusha të gjitha me radhë. Mund ishin pronar, por klubi Partizani do ta menaxhonin ata. Ndryshimin e destinacionit, pra prishjen e klubit Partizani, prishjen e ndërtesave dhe transformimin pastaj në pallate sikur të ka ndodhur tani, ka ardhur me vendim të Këshillit Bashkiak dhe me firmë të Edi Ramës. Dhe Edi Rama do duhet pyetet për këtë. Po një pyetje kam. Avokatët thrasin në cilësinë e dëshmitarit në një seancë që është një kërkesë e avokatëve, le të themi, palë mbrojtësi e kryeministit Berisha, duke qenë se ka pasur një rol aktiv, po themi, në këtë histori, pasi ka pranuar publikisht ndërrimin e destinacionit të një pjese të vogël, po themi, nëse është subjektive thuash e vogël apo e madhe, po eliminojnë të një pjesë të kompleksit. Mos i ver kodrinor asaj fjalie, se janë rregull pastaj të një pjesë të dy pjesë të 15 pjesë. Ka qenë faktor në atë çështje. Perfekt. Pse nuk e kanë pyetur në cilësinë tashmë është dëshmitar, po ta kishin pyetur në cilësinë e dikujt që do duhet t'japi mendim, ta kishin pyetur Spaku flas. Sepse Spaku as ka pasur, as ka për të pasur në një këllqe që të shkojë te kryeministri Rama. Ky Spaku, me cilin po flasim neve, as ka pasur, dhe as ka për të pasur në një këllqe që të shkojë tek kryeministri i vendit. Sot në gjykat nuk po thirret nga ana e Spakut Edi Rama. Edi Rama është duke u thirrë nga avokatët e zotit Berisha, miratuar nga gjykata, sepse ata mund të kërkojnë që janë hell, po të miratojë gjykata, s'ka sens ai muhabet. Pra është gjykata ajo që ka detyruar sot kryeministri Rama që të shkojë të jetë dëshmitar në atë gjykim. Por që për Spakun, po ta rrithem edhe një herë, për gjithë dashnorët e Spakut që duhet të trokasin për ditë, ta dinë fort mirë që ky Palo Spaku nuk do shkonte kurrë që ta kërkonte, sepse po t'ishte e kundërt, kjo çështje ka filluar që në vitin 2020, dhe ata minimalisht do kishin shuar, nuk do e thërrisin aty te Spaku, minimalisht do i shkonin në zyrë, edhe i merrin një dëshmi, të cilën ta bënin pjesë të dosjes. Sepse dëshmia e zotit Rama në rastin konkret nuk po vjen nga dosja që ka prodhuar prokuroria Spaku, po vjen nga kërkesa e palës tjetër, që është e zotit Berisha. Mund ta shfrytëzoj Spaku këtë momentin me qenë se Rama po shkon në gjykohë që ta thras për diçka? Shumë e bukur si pyetje, sepse teorikisht në jurisprudencën botërore, po sidomos atë anglosaksone, ndodhin raste të pafundme ku dëshmitari i thirr nga pala tjetër bëhet në i akuzuar direkt nga ana e prokurorisë. Nuk po them ndodh vërtet? Me qindra. Sepse unë realisht e bëra pak ironike si pyetje, po nuk e dija bazën ligjore. Në procedurën anglosaksone po them, dhe këtë nuk po thërres në ndihmë Elisa Spiropali me filmat e saj, po është fakt i vërtet ky, që thirrës si dëshmitar, pyetet aty dhe nga pyetjet del pra saj që personi dëshmitari mund të ketë kryer një vepër penale dhe është direkt prokurori aty që për shkak të se ngarkon ligji me përgjegjësinë e prokurorisë, me organin me ngritjen e akuzës, që në sallën e gjyqit ngarkon akuzën ndaj dëshmitarit. Tani mos prisni që ky film të ndodhi në Shqipëri, se do ishte pastaj o zot na ruaj, po teorikisht ajo që sapo tha ti është qendron. Kjo bëhet fjalë vetëm për të njëjtën çështje që është thirrur si dëshmitar. Pra atë çështje ai në qoftë se për shembull, nga pyetjet që do i bëhet nga palët, nga gjykata, nga prokuroria apo nga avokatët e zotit Berisha, të cilët ata e kanë thirrur aty, do dalin se zoti Rama ka bërë një shkelje të tipit një vepër penale, shpërdorim detyra apo falsifikim që del nga pyetësori, thash një tjetër, nga dëshmia, atëherë teorikisht që në sallën e gjyqit do duhet domethënë ti komunikohet një lloj vepre penale. Mos e prisni këtë gjë, se mos u çuditni, nuk ndodh në Shqipëri kjo histori. Në Angli po, në Amerikë po, Danimark, Suedin, këto vendet skandinave ku nuk janë më pak demokratike se sa Shqipëria, aty ndodh, po jo këtu tani mos na bënin domethënë të hapim barkun kot me këtë histori. Por pyetja qëndron dhe është ashtu si ku do thoni juve. Shiko, ka një zhvillim që tre nga le themi prokurorët posaçëm, ndërta dhe krye prokurori Dorina Beko, Klodian Brau që është krye prokurori Spakut ndjes, dhe Vladimir Mara, nga informacionet që kanë prej 2 ditësh ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani avokat
Përse mendoni që kanë shkuar, se shkon her pas here, po është duke sikur është një moment, le të themi, kyç në këtë historinë e zhvillimeve politike në vendin tonë, në një kohë kur spaku i kërkohet goditja e grupeve kriminale, ndërkohë sot është goditur një grup tjetër. Tani, se disha them domethënë që po shkojnë për pushime, po teorikisht nuk mund të shkohet në as departamenti i drejtësisë nuk shkohet për pushime, ata të thresin vetëm për punë. Tani, sigurisht nuk e se kam një informacion lidhje me këtë, e di domethënë që këta 3 prokurorë të spakut janë në Amerikë për një vizitë zyrtare. Është vizitë zyrtare, nuk është një vizitë rutinë. Pra, them zyrtare, do them që ka agent të specifikuar, të cilën unë nuk e disponoj, nuk mund të them domethënë cilat që janë arsyet, dhe në rastin konkret thjesht mund ta hamendësoj. Ta mendësimi im shkon, si tha ai, gjua shkon aty ku dhëmbi. Rasti konkret është zonja Belinda Balluku, sepse është çështja më e nxehtë që ka sot për sot në dorë spaku. Ose më mirë, shpresoj shumë që të jetë pikërisht kjo arsyeja që kjo treshe është thirrur aty. Tani, prap analizë po them. Zoti Vladimir Mara është, le të themi, teorikisht krau i djathtë i Zotit Klodian Braho dhe mban sektorin e kriminalitetit, e veprave kriminale, kurse zonja Dorina Beko është krau tjetër për korrupsionin. Ajo që merret me seksionin e korrupsionit. Fakti që janë thirrur këta të dy bashkë me kryeprokurorin e spakut, do të thotë domethënë që aty mund të fillojnë gama e, le të themi, e bisedave që nga krimet dhe deri tek korrupsioni. Unë gjithmonë jam i yshtur që të shikoj vetëm nga korrupsioni, jo sepse nuk është se dua të amnistoj ata që bëjnë krime, drogë apo gjëra apo pastrim parash, por unë mendoj domethënë që Shqipëria vuan në mënyrë të jashtëzakonshme, kapilare nga korrupsioni. Dhe në qoftë se do duan që këtij vendi t'i bëjnë një shërbim, një nder, atëherë do duhet me patjetër domethënë që të yshten fort drejt korrupsionit. Po t'jap një rast shumë domethënës. Në Europë, Spanjë, Francë, Itali, Amerikë po të duash ti, krimet korruptive ose fsheja e të ardhurave, qoftë edhe në, le të themi, kur ti nuk e ke ditur, dënohet me burg dhe dënohet jashtëzakonisht shumë rënd. Pra, në Europë dhe në Amerikë, për gjatë gjithë këtyre vite janë parë miliarderë, po të them, të cilët kur kanë bërë evazion fiskal, pra kanë bërë fshirje të ardhurave, s'kan paguar taksa, më thënë tash, kanë shkuar në burg për 15-20 vite. Pra pavarësisht faktit se ata mund të kenë qenë miliarderë. Ose të tregoj një rast për shembull, përpara 4-5 viteve, një futbollist më i madh i të gjitha kohërave, Lionel Messi, për pak i shpëtoi burgut në Spanjë, sepse kishte rezultonte se nuk kishte paguar taksat dhe detyrimet për shkak të pagës të lartë që merrte te Barcelona dhe atyre benefiteve që përfitonte nga kontratat e shumta që ai kishte me kompanitë reklamuese. Dhe çdo gjë u kanalizua pastaj tek gabimi administrativ, u pagua një gjobë jashtëzakonisht shumë e majme dhe di domethënë që financieri apo le të themi ekonomisti, nuk e di si e quajnë atje, mbajti përgjegjësinë penale, si thua, sepse dhe Messi aso kohë mund të shkonte në burg. Dhe ta mora si rast Messi, po ka me qindra raste të tilla. E qartë. Pra unë këtu doja që të bëhesh e njëjta gjë. Dhe kur të dyshohesh e kodi penal, veprat kundër korrupsionit të kishin një marsh dënimi të jashtëzakonshëm. Nëse e kanë 7-8 sot, le ta çonin 16, le ta çonin 20. Dhe ata që merreshin me korrupsion, detyrimisht që nga momenti i hetimit të shkonin me masa sigurimi personal në burg dhe të dënoheshin ashpër edhe rrep. Vetëm në këtë lloj mënyre, unë mendoj domethënë që në harkun kohor pasaj të 5-6 se kjo nuk bëhet me një të rënd lapsit, por me implementimin e një reforme të tillë, po them unë, mundet domethënë të uleshë gepi i madh i korruptimit në Shqipëri. Ndërkohë që këtu ndodhte kundërta. Edhe me kodin e ri penal që ne na ofrua vjet, veprat e korrupsionit uleshin gati 2 fish. Pra, nëse ishin 7-8, dënimi bëhej 4. Dhe në anën tjetër vendimi i gjykatës lartë. Ai tjetër historia ajo, po të them një gjë tjetër tani.
Po të shikosh, të gjitha ndrikullat e Bashkisë Tiranë, ish drejtoreshkat e bukura të Lalierit, apo jo vetëm, edhe le të themi ministër apo ministre, drejtor apo drejtor të qeverisë Rama, të cilët teorikisht nga spaku gjatë këtyre viteve janë çuar edhe në gjykat, kanë marrë pastaj dënime qesharake. Kur të them qesharake në kuptimin e plot fjalë, është e turpshme. Po mirë, çfarë mund t'ju thonë këtyre në SHBA tani? Sepse kjo është vizitë zyrtare. Ne realisht nuk e dim, po themi ne bëjmë një analizë juridike dhe një analizë të kuptimit se për çfarë mund të thirret në një moment të caktuar kreu i SPAK me dy drejtuesit e tjerë, duke bërë një analizë, është analizë e mirë tillë. Po. Po çfarë mund t'ju kërkojnë duke parë të gjithë situatën? Se ne mund ta lidhim me Ballukun, që bën shumë sens. Në rastin e zonjës Bejko dhe kryeprokurorit për grupet kriminale, është zoti Mara, që sigurisht bën sens, sepse Amerika kërkon goditjen e grupeve kriminale. Po çfarë mund t'ju thonë atje? Pra, le të themi i yshtin të jenë më të fortë, të patrembur. Atje nuk të thonë, atje t'japin urdhër. Pra Amerika është mësuar jetë e mot që nuk të thot a do ta bësh këtë gjë, duhet të bësh këtë gjë. Pra nuk ka diplomaci kur vjen puna te perandoria globale. Atje ka vetëm urdhra. Dhe ajo që sapo tash pak më përpara është uroj shumë që urdhri të jetë faktik. Pra urdhërues në kuptimin e plot fjalës, arrestoni zonjën Balluku apo cilin do mo, se s'po duhet merrem me zonjën fjalë vetëm, apo cilin do, që mos e bëj personale gjën. Njerëz të cilët kanë futur duart në xhepat e shqiptarëve. Merruni me krimin. Ti thua domethënë që ta e kanë luftuar botën e krimit, unë të them ty domethënë që këta po e kanë luftuar botën e krimit, po pjesa më e madhe e atyre të cilët janë konsideruar si kapot e grupeve kriminale janë arrati ose teorikisht janë arrati se ata po janë për kokër qefit aty ku janë. Po të duash ti që të grupi i Durrësit, që të grupi i Elbasanit, që të grupi i Shkodrës, të gjithë, në Shqipëri nga kjo puna e SPAK-ut është azjesuar vetëm grupi i Niklës. Vetëm Nikla është azjesuar. Dhe Vis Martina duke futur aty, Visin, Leonard Dukën, ky fundi që Bamin, pra vetëm ky grup. Kurse grupi Durrësit, jashtë të quajtur grupi Durrësit, është narrati. Ose Gysa Gasi, gjithë thonë domethënë që ha e pi rrugëve të Durrësit, tani se di, sepse nuk kam informacion për të. Po për Suel Çelën po ashtu, për Bajrat po ashtu në Shkodër. Pra, çfarë kanë bërë këta? Këta kanë nxjerrë urdhra për ndalime, për fakti është domethënë që këta njerëz nuk janë arrestuar. Kështu që edhe kjo është një çështje për mendimin tim, e cila me shumë gjasa mund të debatohet ose mund të urdhërohet nga ana e drejtësisë amerikane, e cila, me thënë drejtën, gjatë këtyre 5-6 muajve të fundit, unë e kam parë paksa apatike dhe të tërhequr në raport me SPAK-un. Ndoshta sepse neve jemi mësuar gjithmonë domethënë që syt i kemi nga Amerika, nga mbështetja e saj, sepse vetëm atë kemi frikë, jo ne, klasa politike, se ti dhe unë, duke mos qenë asnjë subjekte të SPAK-ut dhe s'kemi për që ndonjëherë besoj, nuk kemi se të kemi frikë nga njëra apo tjetra. Por klasa politike frikën e ka të yshtje vetëm nga Amerika. Ndaj uroj shumë domethënë që kjo vizitë atje, kur ata të vinë këtu, të vinë duar plot në kuptimin dhe mendje plot gjithashtu, në kuptimin e plot fjalës dhe të nisin atë, nuk po them mësymjen, sepse nuk ka më mësymje në SPAK, por proceduraliteti me qëllim që gjërat të shkojnë në vendin e vet. Dhe shumë e rëndësishme, Andi, nuk mundet që një organ akuze të bëj një bujë të madhe, jo vetëm në media, por edhe me shkresat që ajo nxjerr publikon për Andin, për Nardin apo cili do, dhe pas 5-6 muajsh, për 1, 2, 3, 5, 7 vepra penale, dhe pas 5-6 muajsh pasaj, gjysmë e këtyre vepra penale i pushon. Vetë SPAK-u. Tani, ose aty ke të bësh me ignorant të fushës, ose aty pastaj ke një yshtje nga ana e prokurorëve dhe oficerët policisë gjyqësore mendësi komuniste, t'ja mbushun veprën penale plot njëra aty, ta plaset arras brenda, pastaj gjatë rrugës se shohim me bëjmë. Kjo është mendësia totalitare komuniste. Ajo që bënte aso kohë Ariani Çela. Të raste brenda, pastaj ti qepte letrat. Pse ta them këtë? Sepse është rasti i Jonaid Myzyrit,
i cili veprat e të cilit penale, gjysma e veprave penale të cilit janë pushuar me kërkesë të SPAK-ut. Tani unë nuk merrem me personazhin. Mund të jetë i vërtet që ato vepra penale nuk qëndrojnë. Po unë merrem me faktin domethënë që ti si SPAK, si organ akuze dhe si organi më i lartë i hetimit në Shqipëri, sepse ne prandaj krijuam prokurorit posaçme, se ndryshe kishim prokurorit e jurisdiksionit të gjithë, ashtu që kishim. Nuk ka arsye domethënë që ta mbash në person në hetim kaq shumë kohë, me kaq shumë vepra penale dhe pastaj thuash, më fal, nuk i pas ke bërë këto ti. E kuptoj këtë histori. Shëbaja, Nart, pyetje, a mund të dërgoj me vete këtyre prokurorëve dosje, apo emra, apo le të themi sinjalizime të mundshme? Kanë diçka ande ti thonë që shiko se kur të ktheheni keni 1, 2, 3 punë. Po me emra konkret, në dosje specifike, me informacione konkrete. Unë di që SBA-ja ka kohë që bashkëpunon me SPAK-un edhe her pas here në SPAK ka pasur, si të thuash, personazhe ose nën punës së DEA-s që kanë qenë si ndihmës, le të themi ndihmës. Si personazhe të cilët kanë referuar në prokurorët e SPAK-ut. Kështu që edhe kjo mund të jetë, sepse ata e kanë informacionin shumë herë më të specifikuar dhe detajuar se sa policia shqiptare apo prokuroria apo shteti shqiptar në tërësinë e vet. Sidomos kur vjen puna tek kriminaliteti, tek ajo pjesa e drogës e veprave kriminale të cilat jo domosdoshmërisht janë në territorin shqiptar. Kështu që sigurisht mund të ndodhin të një histori e tillë. Pyetja e fundit për diskutuar, pyetja e fundit, në kuptimin çështja e fundit se mund të bëjmë ja 2 pyetje, është për goditjen e grupit kriminal ku është përfshirë i Jetmir Pepa. Thot SPAK-u që godit grupi kriminal i strukturuar, ndërkombëtar, u ekzekutuan masat e sigurimit dhe u sekuestruan pasuri me vlerë 12 milion euro. Janë 8 episode të trafikut të drogës të kryera gjatë periudhës 2019-2021. Ky grup ka operuar në Amerikën Latine, në Belgjikë dhe në Holandë, ku janë dokumentuar pra këto 8 episode në sasi të lartë të trafikut të drogës. Tani janë 232 pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme ndaj personave në hetim. Tani kur bëhet fjalë për pastrimin e parave, Nart, paska qenë shumë e lehtë, po e them kështu, po e bëj konstatim tani unë këtë. Ti pastrosh parat në Shqipëri. Tani ka të verbër pas kemi qenë gjithë këto vite. Jo. Në Shqipëri është shumë e lehtë ti pastrosh dhe pjesa e pastrimit të parave në Shqipëri ka shkuar kryesisht në ndërtim. Sepse po ta vësh re, ne Shqipëri, Tirana është, si të thuash, një nga ato kryeqytete ku 1 metër katror ndërtim ka shkuar gati si ta blesh në Paris apo në Londër. Kështu që në këtë aspekt mendoj domethënë që është pastrim parash. Para. Dyta, ti vetë the domethënë që janë vepra penale të cilat vinë nga viti 2019-2021. Pra, nga skaj si të zbuluar avokatë? Kanë ardhur për shkak të Encros dhe skaj ECC-s. Pra, nuk kanë qenë hetime të thelluara që i kemi bërë ne, por kanë qenë ato të cilat kanë ardhur për shkak të përgjimeve që kanë pasur organet legislatuese franceze, holandeze, gjermane. Nëse do eci me këtë ide, për mendimin tim, janë çështje pothuajse të rëna, sepse përgjimet e Sky Encrochatit dhe Ecros kanë në pjesën më të madhe të Europës nuk konsiderohen si prova. Gjykata kushtetuese e ka lënë shqiptare, e ka lënë as mish as pesh, duke i lënë një lloj mënyre mundësinë gjykatave tona të nivelit të dytë që ta interpretojnë një gjë të tillë, nuk e di se si mund të shkojë. Pjesa e konfiskimit e sekuestrimit të pasurive që thua ti, unë mezi pres që ti në një emision të radhës kur të jetë ai, po besoj se do jetë shumë i largët, të më thuash mua SPAK-u, shteti shqiptar ka konfiskuar. Ta them tani, domethënë nga 40 e kusur milion euro të sekuestruara për gjatë vitit 2025, pasuritë e konfiskuara janë diku tek 1.ca milion euro. Domethënë në raport është e frikshme. Shumë pak të, domethënë mos e ki drojtën se ta bëjmë. Ti sekuestrosh është një gjë, ti konfiskosh është diçka krejt tjetër. Kur i sekuestrojnë këta thjesht ngren pazarin, i them unë.
Një Ta pjesë e sekuestrova, pronave, tani hajde më tako. nga informacionet që kam unë, nga informacionet Urdhë? që kam unë, avokat, të një pjesë e mirë e pronave të cilat janë sekuestruar në ndaj grupeve kriminale, grupe me emër sot janë prapë në duart e atyre. Ose janë lëshuar zyrtarisht, ose janë vendosur në administrim të persona të cilët kanë lidhje me këta. Tani këtë e di gjithë ditën gjithanë nuk kam se çfarë të them ti. Unë jap të jap një rast mos ta them as emër mbi emër sepse nuk duhet merrem me botën e krimit. Aty te Iraqja ku jetoj unë aktualisht përpara 5 vitesh për shkak të pronarit i cili ishte një person me dëmb ndërkombëtare si trafikant droge, ai kishte nisur ndërtimin e 5-6 shkullave bashk, pra po flas për 30.000-40.000 metër katror ndërtim. Më beso, u vendos një administrator nga ana e shtetit aty sepse ai normalisht domethënë ju sekuastruan, sikundër e thua ti, dhe të bënte çudi andi, domethënë që ato kullat e këtia ecën më shpejt, mbaruan më shpejt se të gjitha pallatet e tjera. Dhe kur pyesë ore si është e mundur që këtu shkojnë gjërat? Ore tha, administratori tha e ka vënë shtetit, apo tjetër tha i rregullon tha ai që është, që e ka pasur. Pra, e gjithë kjo histori është thjesht për të na marrë për hunde. Sepse këtu nuk ka konfiskim pasurie. Ajo që të thash më përpara në qasje. Ne nuk kemi nevojë andi të bëjmë masa sigurimi personal të tmerrshme duke i futur njerëzit në burg, plasë aty mrena në burg. 2.600-2.700 veta i ke sot në paraburgim. Rreth 1.300-1.400 i ke vetëm me dënim. Pra e kupton domethënë se në çfarë pozicionesh jemi, është dy fish atyre që janë para burgosur, përkundrejt atyre që janë të dënuar. Ne nuk e kemi të nevojshme ta bëjmë gjë të tilla. Ne kemi të nevojshme të bëjmë një gjë tjetër. Leonard Garaj vlerësohet si një person që ka korruptuar për një tender XYZ, konfiskoi pasurinë dhe ndiqen në gjendje të lirë. Nardin të lodhet ai gjatë gjithë kohës, por në momentin kur ti ja merr pasurinë nga aja të zhëja, nga aja të zhëja dhe ka mundësi për t'ia gjetur. Se ti nuk mund të shkosh vetëm te pasuria ime, do të shikosh te pasuria e familjarëve, bla bla bla, historia të këtij tipi, atëherë ti e ke dënuar ata. Nuk është dënim ta çosh thjesht në burg, ti të rria me pushime atje tek ai burgu ku ke shtëpinë ti afër në Durrës, bëj ca pushime atje, edhe pastaj thua, mbarova unë. Po që ai mund t'i ketë bërë dëm shtetit shqiptar, qytetarëve 100 milion, 200 milion euro, çfarë përfitova unë ti shqiptarët në këtë mes? Asgjë. Pra kjo është ajo të cilën duhet të ketë qasje shoqëria shqiptare, shteti shqiptar e gjykata shqiptare në tërësinë e vet. Për të ardhur këtu, të thash një tjetër, duhen ndryshime ligjore të rëndësishme në kodin penal, po të them edhe një tjetër, duhet një mendësi ndryshe dhe sigurisht duhet një qeverisje ndryshe, me atë mendësi ndryshe, sepse çdo gjë këtu vjen nga politika. Shqipëria është aq shumë e politizuar, sa që është e pamundur që në çdo hallkë këtij shtetit të mos ketë lidhje me politikën. Te tillë është. Atëherë, që ky shtet të ecin përpara do duhet që ne të kemi një klasë politike të jetë sadopak e sinqertë, e ndershme kundrejt qytetarëve. Sadopak thashë, s'ka perfekte as kërkundi. Ndërkohë, neve kemi një klasë politike ndër më të korruptuara që mund të ketë pasur ndonjëherë ky vend. Pse e them këtë? Edhe 100 vite më përpara andi, po flas për vitet 20. 20-20, ka pas një klasë politike, me sa kem lexuar, të pasur, sepse atëherë me politikë merreshin të pasur të kryesisht. Kurse tani me politikë merret breg grisurit, që pastaj bëhen politikan dhe nga politikan bëhen pastaj oligark politikan, sepse vjelin është derivata. Aso kohë në politikë merreshe Qet Vërlaci, Xhafer Ypi, merreshe Ahmet Zogu, pra merreshin familje të cilat kishin një benefit, një background të fortë ekonomik dhe shoqëror. Jo sa atëherë nuk ka pas korrupsion, nuk kuptoj drejt, po të paktën ishte kjo pari e madhe e njerëzve. 100 vite më vonë, neve plebejt i kanë kthyer pllakën dhe janë bërë, si të thuash, bejlerë. Se në këtë histori ka përfunduar ky vend edhe për shkak të 45 viteve në regjimin komunist. Por ne vazhdojmë të jemi në komunizëm. Ke në drejtim çunin e sekretarit të Partisë Komuniste të Shqipërisë të asaj kohe, Kristaq Rama ka qenë sekretar i parë i partisë në
fundin e viteve 80 në Tiranë, dhe nga krahar tjetër ke doktorin i cili ka qenë dhe pa ai sekretari i partisë, edhe ai një njeri i cili në një mënyrë apo në një tjetër ka qenë i përgdheluri i kohës. Pra ti nuk e çfarë të zgjedhësh në këtë vend. Kthen syt Majtas, shikon Edi Ramën, kthen syt Datas, shikon Sali Berishën, ne jemi të marrë peng, si komp. Avokat, unë të falenderoj shumë. Pa të mundësi që të bënim ndoshta edhe pak një bisedë të lirë për ta zbërthyer të gjithë këtë gjë, unë bie shumë dakord, sidomos me fjalët e fundit që thatë për shoqërinë tonë, një shoqëri që realisht duket sikur jemi marrë peng, edhe gëzohemi me faktin që 3 prokurorë kanë shkuar në SBA dhe inshallah i kanë dhënë me vete për shpërndar flet rrufet për të goditur korrupsionin. Këto kanë ngelur shpresë ne mund ta tundim kokën sa të duam, por e hidhur është e hidhur. Avokat, falenderoj shumë. Vlerësoj gjithçka që ndat sonte në skenë krimi. Mirë, dashur shikues, ne do të ndalemi tek një çështje tjetër e rëndësishme në vendin tonë, ajo se çfarë ndodhi me pallatin që u dogj në Tiranë, kush janë fajtorët dhe si do duhet të menaxhohet e gjithë historia me pallate të tjerë ndoshta këtu në Tiranë dhe në qytete të tjera ku është ndërtuar masivisht. Mirë, të ndjekim insertin dhe rikthehemi për diskutim me inxhinier Erion Softon. Këto janë pamjet e zjarrit fuqishëm që tronditi Tiranën pas ditën e së martës, duke përfshirë një pallat banimi në një nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit përballë spitalit Nën Tereza. Flakët që sipas raportimeve fillimisht përfshin fasadën e ndërtesës, u përhapën me shpejtësi duke krijuar panik mes banorëve dhe duke detyruar evakuimin e menjëhershëm të tyre. Mes tymit dhe kaosit, pamjet tregojnë ndërhyrjen dramatike të zjarrfiksëve, të cilët arritën të shpëtonin një të moshuar të bllokuar brenda banesës. Bilanci paraprak flet për disa persona të asfiksuar, mes tyre dhe një zjarrfikës që u përball drejt për drejt me flakët, ndërsa të lënduarit u transportuan drejt urgjencës për ndihmë mjekësore. Operacioni për shuarjen e zjarrit u zhvillua në kushte të vështira, me ndërhyrjen e menjëhershme të forcave zjarrfikse dhe evakuimin e banorëve, veçanërisht të moshuarve të cilët kishin mbetur të bllokuar në apartamente. Në vend zjarri u angazhuan dhe mjete shtesë për të vënë në kontroll situatën. Dëmet materiale raportohen të konsiderueshme, ndërsa shkaqjet e zjarrit janë ende duke u hetuar, por megjithatë janë ngritur pikpyetje serioze mbi sigurinë e ndërtesave dhe standardet e ndërtimit. Por ajo që mbetet më shqetësuese është një tjetër realitet. Zjarri nuk nisi në një zonë të izoluar, por në zemër të Tiranës, në një ndërtesë ku 10 familje jetonin çdo ditë pa ditur se sa të pambrojtur ishin. Dita e martë tregoi se sa e brish mund të jetë jeta në këto ndërtesa moderne, apartamente që shiten me çmime marramense, që reklamohen si standard evropian, por që në një moment të vetëm përballë një zjarri kthehen në kurthe për banorët. Pyetja që ngrihet është e drejtë për drejtë, apo blen qytetarët një shtëpi apo një rrezik të fshehur pas fasadave luksoze. Mirë dashur shikues, këto ishin pamjet për sa i përket asaj se çfarë ndodhi një ditë më parë në, le të themi, në një nga zonat më të frekuentuara të Tiranës, ku fasada një pallati bashkë me një seri apartamentesh u dogjën. Mirë, për diskutuar se çfarë ndodhi në këtë histori, un kam të ftuar sonte në skenë krimi inxhinier Erion Softon. Softa, shumë faleminderit. Çfarë ndodhi në këtë histori? Përse do duhet që nga kati i parë të digjeshin të gjitha apartamentet komplet? Po besoj se një zjarr ndoshta edhe i rastishëm në katin e parë ka bërë të mundur që në një fasadë të pandërtuar mirë, ajo të shpërndahet dhe të ketë një intensitet goxha të lartë dhe në kushte të pamundurës për të bërë pikën e saj. Mendoj që materialet e zgjedhura në këtë rast janë jo të duhura. Vendosja një fasade me përbërje plastike ka bërë të mundur shpërndarjen e zjarrit dhe hapësia që ka pasur midis polisterolit dhe fasadës ka funksionuar si një nxitës për shpërndarjen e zjarrit në mënyrë të menjëhershme. Të paktën,
Kompania pretendon, domethënë Arlis Construction, duhet kujtojmë që janë lëshuar disa urdhra arresti sot dhe ka nisur hetimi dhe për administratorin e kompanisë që ka ndërtuar, po ashtu dhe kompanisë ka ndërtuar fasadën e jashtme, sepse ne dimë që një pjesë e mirë bën me kontraktime. Megjithatë, kompania që ka ndërtuar pallatin në tërësi, pra Arlis Construction ka dalë me deklaratë ku thotë të gjitha materialet të cilat janë blerë disponohen certifikatat dhe thotë që janë të certifikuara në këtë histori dhe janë le të themi janë miratuar thot kjo kompani dhe nga strukturat shtetërore. Tani si funksionon kjo lidhja? Vlen certifikimi i këtyre produkteve në raport me ndërtimin? Tani, çdo material certifikohet. Pra do të thotë certifikohet për përdorim. E rëndësishme është vendi ku përdoret. Pra do të thotë kompania mund ta ketë pasur certifikuar materialin, por jo vendin në cilin është përdorur. Pra gabimi është tek vendi i përdorimit dhe mënyra e implementimit në objekt. Ky është problematika. Problematika nuk çdo material mund të përdoret diku. Pra si ka mos ketë dëme për shkak të mos japi dëme njeriu në mënyrë të gjatë përdorimit. Po megjithatë, pretendimi që janë le të themi lejuar nga autoritetet shtetërore. Tani çfarë do thotë kjo? Okej, ju thoni që sigurisht produkti është certifikuar, por duhet zgjedhur vendi ku ky produkt i certifikuar duhet përdoret. Tani kanë përgjegjësi institucione shtetërore të cilat kanë lejuar gjë të tillë? Neve kemi dy problematika. Pra domethënë nuk kemi standardizim. Pra do të thotë nuk kemi standardizim, do të themi që ky material duhet të certifikohet për çdo lloj procedure. Pra do të thotë që në rastin në fjalë ne do të kemi kohë që themi në studiot tuaja, sidomos për shumë vite, për 20 e kusur vitesh themi që do duhet që të kemi rregulla të qarta në ndërtim, të cilat na sjellin më pas dhe një objekte më të sigurta. Dhe ne duhet të kthejmë kokën dhe do të kthejmë tashmë të gjitha ndërtimet do t'i kthejmë në një rregullore standarde, e cilat bëjnë të mundur që ato të jenë të sigurta. Do të thotë që pavarësisht kësaj, objektet tona janë të pasigurta, Pra le themi të paktën ndërtimet të cilat janë kryer në Tiranë vitet e fundit, se ne patëm dhe një rast të ngjashëm, Softa, ju e mbani mend para 2 vitesh në një tjetër kompleks ku edhe aty ndodhi një histori, shkriu komplet fasada. Tani do të thotë që janë bërë ndërtime të kësaj cilësie në shumicën e komplekseve të banimit në Tiranë, sepse duket sikur ka një rrezik të shtuar për banorët kjo. Po, kjo fasadë është përdorur në Tiranë në mënyrë në qytetet tona është përdorur në mënyrë të zakonshme. Pra nuk ka qenë ndaluar përdorimi i saj. Dhe a është bërë gabim? Po, është bërë gabim. A duhet kemi ne subjekte kontrolli? Po, ne sot nuk kemi subjekte kontrolli dhe ato që janë fatkeqësisht janë pasafe inxhinerike, të cilat janë të kuptojnë realisht rrezikun që i qaset objektit nga veprimet e tilla. Ka institucione të cilat janë përgjegjëse direkt për të histori, kush do t'i mbikëqyri, inspektorati ndërtimor, kush do t'i shohë këto? Inspektorati ndërtimor nuk ka resurse për ta bërë këtë gjë. Ne nuk kemi institucione të cilat kanë resurse të tilla. Në moment ne nëse do të shikoni të shohim që rrogat ato janë inxhinier, nuk kanë inxhinier. Rrogat e tyre nuk mund të marrin njerëz të cilët kanë mundësi për të industri të madhe ndërtimi, ata janë të pa përgatitur për të. Shkallët e emergjencës nuk i pash diku në këto, Softa? Për shkallët e emergjencës tashmë nuk bëhen më si dikur me konstruksion metalik nga jashtë. Konstruksion e emergjencës bëhet shkalla e pallatit. Po? Mund të kthehet në shkallë emergjence. Pra mund të jetë mbyllur me dyert kundër zjarrit, me mure beton arme dhe mos ketë tela të dukshëm me ndriçues. Pra ka një shkallë emergjence që mund të bëhet brenda objektit. Ne do të kuptojmë, do të vendosim shkallët e emergjencës sipas standardit, me dyert të padjekshme, me gjithë ato që parashikon standardi për këtë gjë. Do të vendosim një standard më parë. Dhe përveç kësaj, do duhet që vendosim në gjitha apartamentet një sistem sinjalizimi të tymit në mënyrë që në rastin se kemi një situatë, me njëherë të fillojnë të gjitha strukturat, njerëzit kuptojnë dhe të largohen të evakuohen nga objekti. E kanë këto ndërtimet fundit? Se s'do të marrë edhe pak shurtimisht do të mbaj? Disa prej tyre kanë,
Disa për tyre e kanë, por shumica nuk e kanë. Nuk e ka. Në moment që ai nuk është standard, pra quhet vetëm si standard i firmës dhe nuk quhet standard i detyruar për ta bërë gjithë, kjo gjë është e pa rregulluar me ligj. Nuk e detyrojnë dot. Është njësoj sikur të themi sot, një firmë ndërtimi pse ke vënë këtë fasadë. Ky ka kontraktuar një firmë e cila ka nën kontraktor për fasada, ai ka dhënë një projekt dhe ai ka merrtur projektin. Pra do duhet, dhe kjo që thuhet sot zhargon që siguracionet do të marrin përsipër këtë, siguracionet nuk mund ta marrin përsipër si faturë e paguar masi ne na ndodh dëmja apo masi kemi larg qoftë kemi të humbje jetë njerëzish. Ne duhet që siguracionet të jenë mbikëqyrës dhe të dinë dhe garantojnë jetën paratë e tyre, po dhe jetën e njerëzve të cilët nuk është thjesht paguaj paran. Mas vdekjes japim një çek në dorë dhe kjo është gjithë problem. Nuk është gjithë kjo problem. Problemi është gjithë vendosja e standardeve në ndërtim. Ndërtimi i institucioneve ndoshta duket fjalë e madhe, po institucione shkencore, institucione të cilat janë përgjegjëse për kontrollin e objekteve. Ju kujtoj që shteti arkëton miliona euro në çdo vit nga industria e ndërtimit dhe nuk jep për këtë industri asgjë. Ne e kuptoj. Pyetja e fundit, Softa, përpara se ta mbyllim. Kjo lloj cilësie, le të themi, e këtij ndërtimi, e justifikojnë këto çmime që shkojnë 2000 kusur metër gatror, 2000 kusur euro. Çmimet nuk vinë vetëm si pasojë e shpenzimit. Vjen si pasojë e taksimit, e rritjes vlerës së fuqisë punëtore, vinë si rritje e vlerës e cilësisë së ndërtimit patjetër, por neve ngatrojmë shpeshherë cilësinë e ndërtimit me aparencën. Pra, neve merremi shumë me pamjen e jashtme, me opsionet e vogla dhe kemi harruar bazikat. Pra, ç'është bazika? Siguria e jetës, që objekti të jetë i shëndetshëm në ndërtim që nga themelet dhe në vazhdim. Kjo është problemi, fasada, Softa. Prandaj them që fasada është problemi, fasada e xhamit janë probleme, fasada vendosura mbi rrugë janë probleme. Pra, objekti ka shumë probleme. Sa më shumë thellohemi, do shohim që kjo gjë kërkon një protokoll të përcaktuar saktë dhe mos të ngel në dorën e një ndërtuesi nëse ky e zbaton ose nuk zbaton. Protokollin duhet ta kemi të saktë. Kanë zgjidhje këtë situata? Nga certifikimi i njerëzve të cilët punojnë dhe duke vazhduar tek të gjitha detajet. Pra, nëse themi që sot kemi një elektricist, ky elektricist duhet të jetë i patentuar. Dolën dhe mblodhëm skuterat për Tiranë, pse nuk kanë licenca, pse nuk kanë patenta përdorimi, ndërkohë që neve sot kemi në objektet tona punëtor, specialist të pa licencuar. Nuk është licencimi ta regjistrosh në sigurimin shoqëror. Licencimi është kategorizimi ku ky njeh mirë mënyrën se si punohet dhe mënyrën se si qëndrohet në objekt, sepse është shumë e rëndësishme, sepse neve kemi humbje jetësh në gjithë Shqipërinë në 2 shifrore. Dhe më pas gëzohemi dhe historia mbyllet kur futen në burg inxhinieri, drejtori teknik apo administratori i firmës. Kjo nuk është çështje as burgu, as nuk ka çështjen se cili do ta paguaj këtë faturën e kësaj fasadës. Unë kam çështjen që ne sot të mos ndërtohen më fasada të tilla. Pra të ndalohet ndërtimi i fasadave të tilla, të ruhen elementet e sigurisë në ndërtimin e fasadave prej xhami apo prej materialeve të tjera. Dhe ndërkohë harruam të themi që patëm një fat shumë të madh që objekti ishte në mes të kryqëzimit. Ne sot kemi komplekse ku ti e ketë pamundur të hysh me një mjet zjarfikës apo të hysh me një shkallë për të ndihmuar njerëzit. Dhe qameti deri në 10 kate shkon dhe shkalla 8 deri në 10, se pastaj më mbrapa nuk shkon dhe as shkalla. Ndërkohë, kur marrim një projekt, miratojmë një projekt 40 kat dhe argëtojmë 5 milion euro taksa në momentin e parë të dhënies së lejes, nga këto heqim 1 milion euro dhe ti bëjmë shkallë apo pajisje për ata njerëz të cilët detyrohen sakrifikojnë jetën për këtë.
Inxhinier Herion Softa, unë të falenderoj shumë për, le të themi, ekspertizën tuaj profesionale që ndahet sonte në skenë krimi, dhe kërkoj ndjes se di që ishit i zënë në këtë mbrëmje, por gjetët kohë për mua. Falenderit shumë. Nësi gjithmonë bashkë. Falenderit shumë, natë e mirë. Mirë, të dashur shikues, ne do të ndalemi në një tjetër çështje për të diskutuar atë se çfarë po ndodh në vendin ton për sa i përket call centrave. Ndjekim se çfarë bëri policia pak ditë më parë dhe të kuptojmë më shumë mbi këtë fenomen të mashtrimit të qytetarëve evropian ku ju vidhen miliona e miliona euro. Vendi ynë teksa përballet me kritikat për pastrim masiv të parave në ndërtim, duke se është kthyer dhe një territor mashtrimi, ku dhjetra të rinj të varur nga shumat e mëdha të parave, u vjedhin para qytetarëve evropian. Operacioni i policisë i koduar Ghost Call ose telefonata fantazm ka zbuluar një nga skemat më të sofistikuara të mashtrimit kibernetik që ka funksionuar në Eshtin në zemër të Tiranës për të paktën 2 vite. Në ndërtimin e prokurorisë së Tiranës dhe në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet austriake dhe gjermane, me mbështetjen e Europol, hetuesit goditin një rrjet të strukturuar të call centrave që dyshohet se zhvasnin qytetarët evropian përmes mashtrimit kompjuterik. Në total janë identifikuar të paktën 12 ambientet përshtatura për këtë aktivitet kriminal, ku 3 prej tyre rezultojnë në zona mjaft të frekuentuara të kryeqytetit, pranë kopshtit zoologjik dhe në rrugën e Kavajës. Pikërisht në këtë të fundit, një strukturë me 3 kate dyshohet se ishte kthyer në një fabrik mashtrimi, ku 10 operator punonin për të bindur viktimat të transferonin para. Gjatë ndërhyrjes autoritetet hasën në skena që flasin vetë, 10 të rinj përpara kompjuterave me skripte të gatshme komunikimi, duke operuar në kohë reale me qytetarët huaj. Vetëm në një prej këtyre qendrave u konstatuan rreth 60 punonjës në momentin e aksionit. Hetimi i nisur pas një sinjalizimi nga partnerët evropian ka çuar në arrestimin e disa personave me role kyçe në këtë skem, ndërsa të tjerë janë shpallur në kërkim. Një pjesë e të dyshuarve rezultoi me precedent të mëparshëm penal, duke ngritur dyshime për një rrjet që mund të ketë operuar edhe më herët në fusha të tjera, përfshirë mashtrimet me kriptovaluta. Bilanci i operacionit është i fortë, afro 900.000 euro të sekuestruara, qindra kompjutera dhe pajisje elektronike, të cilat tashmë pritet të zbërthehen për të nxjerrë në dritë të gjithë sinqirinë e kësaj veprimtarie kriminale. Por ajo që e bën dhe më shqetësues këtë rast është fakti se këto aktivitete zhvillohen në ambiente të zakonshme në sy të publikut, duke ngritur pikpyetje serioze sa të tjera struktura të ngjashme mund të jenë ende aktive dhe kush qëndron realisht pas këtyre skemave që shtrihen përtek kufive shqiptar. Hetimet vijojnë dhe ajo që është zbuluar deri tani mund të jetë vetëm maja e icebergut. Mirë, ky është inserti për sa i përket goditjes së disa call centrave në Tiranë, ku tashmë janë arrestuar disa persona, një pjesë tjetër janë shpallur në kërkim dhe duket sikur është një fenomen shqetësues duke marrë në konsiderat faktin që edhe disa muaj më parë kolegë gazetar nga Italia së bashku me kolegë gazetar në Shqipëri bën një investigim ku zbuluan në qendër të Tiranës një call center i cili sigurisht fliste për miliona e miliona euro të zhvatura nga qytetarët italianë. Ne bisedojmë, e diskutojmë këtë çështje sot, çfarë po ndodh me call centrat në Shqipëri, sa të përfshirë janë të rinj dhe ndikimi që ka Shqipëria në raport, le të themi, vende të tjera, për sa i përket rrugëtimit drejt Bashkimit Evropian, duke qenë se është kthyer, le të themi, në një territor ku po shfrytëzohet për të mashtruar qytetarët evropian. Unë kam në lidhje direkte ekspertin e sigurisë Fation Softën, sigurisht edhe koleg tashmë drejtuesi i emisionit Alo Policia. Faleminderit Softa. Faleminderit juve. Çfarë po ndodh me call centrat në Shqipëri? Shiko, sa përmendim fjalën call centra dhe call centrat i lidhen kryesisht me mashtrimet, menjëherë mendojmë negativisht. Por ajo çfarë duhet t'jap si informacion të përgjithshëm është që call centrat është një vend ndër vendet, domethënë është industria e dytë mbas fasonit për numrin e madh të punësuarve, janë rreth 28 djemë dhe vajzat të cilët janë punësuar dhe punojnë në industrinë e call centrave. 28.000. Sigurisht që 28.000 të punësuar në shkallë vendi. U ka kompani ndërkombëtare, të cilët janë dhe multinacionale, të cilët janë shumë serioze, punojnë inbox dhe outbox dhe kryesisht ofrojnë shumë shërbime. Madje kompani të cilët mbajnë edhe Institutin e Sigurimeve Shoqërore të Italisë, kur kontaktet për pensionet dhe pensionistët bëhen këto shërbime me call centret në Durrës dhe në Tiranë. Pra janë shërbime serioze
të cilët janë të sjellin goxha të ardhura si për pagat e këtyre punojësve, po ashtu edhe për ekonominë shqiptare. Se numri i punësuarve, pagat e tyre, pagesat e sigurisë shoqërore dhe taksa tjera dhe goxha, themi, arkën shtetërore. Por nga 2017 janë futur sigurisht dhe call centra, të cilët janë ato që i njohim në gjuhën popullore mashtrues, të cilët punojnë kryesisht me financat dhe merren kryesisht me financat, duke u marrë me bursat, duke u marrë me kriptomonedhat dhe duke punuar forex. Janë këto sistemet e financiare që i shtyn nërmjet telefonatave qytetarë të vendeve të ndryshme. Kanë qenë nga Spanja shqetësime dhe probleme, operacionet përbashkët kryera me policinë spanjolle. Kemi pasur mashtrime të bëra me qytetarët italianë. Tashmë me qytetarë të vendeve siç është Gjermania, Austria, dhe dëmet e konsiderueshme që vijnë nga grabitja e tyre, të paktën në rastin konkret të këtij operacioni në 3 pika është 50 milion euro dhe vetëm brenda strukturës janë gjetur 900.000 euro. Kurse në shkallë globale janë miliarda euro grabitën në këto forma nërmjet mashtrimeve që duke mashtruar qytetarët i transferojnë me shumë djallëzi parat në vendet e paradisave fiskale, kryesisht Kipro, Emiratet dhe vendet e tjera ku një pjesë e tyre kthehen në kriptomonedha dhe pastaj gjendet mundësia për të rikthyer në ekonominë e vendeve ku ata operojnë për të pastruar ato nërmjet fushës të ndërtimit. Prandaj një pjesë e tyre janë dhe investitorë të fushave të ndërtimit. E qartë, përse po e zgjedhin të rinjt këtë punë? Pra arrin të fitojnë të ardhurat të mjaftueshme krahasuar me çdo lloj pune tjetër këtu në Shqipëri softa? Shiko, është një vend punësimi që në pamjet parë është i thjeshtë. Pra duket sikur para dhe pagesë do të marrësh në kushte shumë komode, sepse punon brenda ambienteve me ajër të kondicionuar, ambiente të cilët kanë norma të distancave, sepse ata i bëjnë këto vende njësoj sikurse janë dhe vende e Bashkimit Evropian. Unë kam pas mundësi të shoh nga afër një lloj strukture të tillë dhe certifikohen për nga niveli i menaxhimit nga operatorët e mëdhenj. Kjo është kompani multinacionale dhe i ka dhënë të drejtën të punojnë në territor të huaj, qoftë në Shqipëri, në Malta apo kudo që të jetë, kontrolli për sa i përket standardeve bëhet dhe certifikohet nga ata. Kështu nga kjo anë ka kushte shumë të mira pune. Ka paga shumë të larta, sepse pagat në raport me tregun janë më të larta. Janë pagat të cilët her pas here përveç pagesave kanë edhe stimuj të tjerë financiar, kanë një aktivitet social që i bën për t'i kompaksuar ata si kolektiv, dhe njëkohësisht mundësinë për të bërë një lloj karriere, se mund ta fillosh operator, mund të bësh team leader, dhe nga team leader patjetër mund të gjesh punë në administrat. Flasim për pjesën e ndershme të call centerëve. Kurse pjesa tjetër, edhe e dyta që ne jemi kthyer ose pse pikërisht Shqipëria përdoret edhe Malta përdoren si vende që përdoren për mashtrime, sepse Shqipëria shërben si bazë operative. E para mundësia për të gjetur të rinj dhe nivel të njohës së gjuhëve shqiptarët janë që i kanë këto aftësi. Për shembull, pse nuk kanë Kosovë me italisht folës, sepse shumë vështirë gjesh në mënyrë masive, në mënyrë fluide të përdoren gjuhën italiane. Kosova, Serbia janë vende që e kanë më të kufizuar. Shqipëria ka më masive njohjen e kësaj gjuhe. E njëjta gjë, pastaj Shqipëria ka kapacitete të gjuhë folësve, të gjuhës gjermane, të gjuhës spanjolle, të gjuhës franceze. Kështu që call centrat ndryshëm sigurisht që gjejnë këtë mundësi për të ardhur dhe kosto e lirë e fuqisë punëtore, po edhe kosto e lirë e taksave dhe politikës së taksave në vend. Këto janë disa nga motivet, por dhe thash ajo rruga e tyre, në mos gaboj është 3 euro, 4 euro në orë apo 5 euro ora. Diçka e tillë, mos gaboj. Dhe strukturat janë të lira, për shembull, tashmë ka filluar të ngrihen edhe këtu, por në fillimet e tyre kur call centrat kanë ardhur, një strukturë Milano është 25 euro metri katror. Në Shqipëri ka qenë 7 euro, 8 euro. Edhe këtu tani disa struktura si kjo që bën operacionin e bllokimit nga struktura, nga grupi timor, sigurisht që këto struktura sot kanë shkuar si Milano, gjen me 8, me 15, me 20, 25 euro metri katror. Mendo paguajnë gjithë atë
vlerë, qoftë edhe për qerën e tyre dhe sepse masa e fitimit që ato marrin është e jashtëzakonshme. A imagjinoni se sa fitojnë call center trus? 400 euro në minutë. 400 euro në minutë? Po, kjo është statistika. 400 euro minimumi në minutë fiton një call center. Softa. Mendo për shkak shumësh, marrë mend se flitet vjen mbas drogës, është industria e dytë që ka kaq fitim. Call centrat vijnë pas trafikut të drogës. Kjo është e frikshme për sa i përket normës fitimit. Përse operon kaq lirshëm në Shqipëri softa? Duket sikur le të themi Tirana apo qytetet e tjera janë të mëdha siç mund të jenë Durrësi, ndoshta por kryesisht Tirana, janë kthyer si kryeqytete të call centrave të cilat merren pikërisht me mashtrimin. Me mashtrimin e qytetarëve evropian, kaq të lehtë kanë të operojnë këtu. Nuk flas vetëm nga pikpamja e burimeve njerëzore, ajo që ju përmendët, që vjen ka burime njerëzore, një edhe gjumë, po kam ke le të themi ke struktura shtetërore. Së pari, Tirana është jo vetëm thjesht kryeqendra e vendit, por është 50-60% e ekonomisë është përqendruar në Tiranë. Kështu që si në fushën e ndërtimit, si në fushën e biznesit, ekonomisë, si dhe në fushat të tjera, Tirana është shërbatori i ekonomisë shqiptare. Dhe këtu punohet gjatë gjithë vitit, 365 ditë, ka jetë dhe ka gjallëri. Kurse qytetet e tjera bregdetare e kanë mes sezone, për shembull Saranda, Vlora, zona të tjera. Edhe Durrësi mos janë call centrat apo disa shërbime të natyre nuk është se i gjenë vend pune. Shumë e vështirë, dhe Durrësi nuk është se kanë në jetë. Dhe shpesh nga Durrësi vinë për gjetur punë në Tiranë, nga Elbasani vinë për gjetur punë në Tiranë. Kështu që duam, është një serbator dhe një vend i mundshëm. E dyta, meqense ka një shtrirje territoriale, por dhe ngritje vertikale, mundësia e kontrollit të territorit nga strukturat shtetërore bëhet më e vështirë. Aq më tepër që duke pasur pasuri, ku një pjesë shqiptarësh kanë më shumë se sa një banesë, por disa që kanë pastruar para, kanë dhe nga 50 banesa të cilët i vejnë dispozicion B&B, japin me qera e tjerë, janë si struktura të mundura për të përfituar grupet kriminale për të shtruar aktivitet paligjshme. Për shembull, këtu është qendra më e madhe, Tirana, qoftë për prostitucion, apo jo. Ku eskortat e huaja shpeshherë kanë një prezencë të shtuar në territorin e Tiranës. Vetëm Tiranë ka mbi 1800 eskorta që operojnë. Dhe kjo është një tjetër industri e frikshme, fitim përse, ku grupet kriminale janë bërë pjesë. Pastaj vjen patjetër industria e call centrave, ku fitimet janë mbaramëse, dhe drogat. Shpeshherë ambientet me qera në Tiranë po përdoren rasti i karamelave që u gjet në Durrës. Bazën e kishin në Tiranë. Pra edhe vende ku përdoren si laboratore për prodhimin e dokumentave të falsifikuara për vendet e Bashkimit Evropian, kryesisht për të huajt që vinë nga Afrika, nga zonat e luftës për shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, në territorin shqiptar gjenden laboratorët përgatitës të këtyre dokumentave për emigrantët e paligjshëm, por njëkohësisht dhe për ata persona të cilët janë në kërkim apo gjejnë dhe prodhojnë dhe gjejnë në mënyrë më të thjeshtë për të përgatitur. Dhe ku i gjejnë këto ambiente, tash merr me qira, askush nuk rrezikon banesën e tij. E dyta, Tirana mbetet e tillë edhe për faktin që nuk ka një organizim ose nuk ka një ndarje midis asaj që në një pallat ti mund ta bësh call center, mund ta bësh studie dentistësh, mund ta bësh zyra komerciale, pra mund të bëhet çdo aktiviteti. Ndërkohë që jo kudo janë përcaktuara cilët mund të jenë vendet ku ti mund të ushtrosh një aktivitet biznesi, sepse nuk mund të ndërtosh në një vend banimi të ketë njëkohësisht edhe fluks të hyrje daljes dhe shkallën e rrezikut, qoftë edhe të elementeve të sigurisë të banorëve, qoftë edhe të kërcënimit të jetës banorëve për shkak të këtyre aktiviteteve të paligjshme. Dhe për aq kohë sa nuk ka një verifikim. Për shembull Italia, po marr shembull Italinë. Nëse dikush merr një ambient me qera, bën deklaratën dhe verifikohet nëse je apo jo prezent në atë banesë. Pra, duhet të themi, Fatjon Softa ka marrë këtë banesë, duhet vi policia bashkiake, nuk ta jep rezidencën, nëse nuk i bjen zilet, nuk e ke shënuar tek zilja, dhe nëse ti nuk ke kontakt me ta, të cilët thotë shkuam dhe i gjetëm këtë person në banesë. Tu fare e merr, nuk e dim se kush e merr, dhe askush nuk kontrollon qoftë administratori që të mbajë përgjegjësi çfarë ndodh. Atëherë kjo lloj amullie dhe ky lloj boshllëku ligjor dhe mungesë kontrollesh institucionale ka bërë që call centrat mashtrues, por dhe aktivitetet të tilla të përdoren dhe shfrytëzojnë pikërisht Tiranën.
sepse zona siç është Don Bosco që ka një densitet të lartë, dhe zonat të tjera të reja të krijuara në Tiranë janë të pamundura për të ushtruar një kontroll për prezencën e aktiviteteve dhe këto informacione që vinë nuk është u zbuluar nga shërbimet shqiptare, as ka inteligjencë, por ka ardhur nga indicie nga vendet të cilët janë prekur qytetarët e tyre. Rasti i Gjermanisë, rasti i Austrisë, rasti i Spanjës. Informacionet që kanë ardhur, bashkëpunimi në Europolit, bashkëpunimi me strukturët shqiptare, ngritja për të deportuar brenda tyre, për të siguruar prova, duke kërkuar të gjejë bashkëpunëtor për t'i punësuar në mënyrë të tillë që të ketë një informacion më të madh, dhe mund të realizohet dhe quhet operacion kontrolli apo operacion bllokimi apo urdhër arresti për bërë arrestimet e këtyre personave. Ka diçka sot se ne po flasim për në diskutimin që bëjmë të paktën për call centra që goditën tek rruga e Kavajës apo tek le të themi kopshti zoologjik, bëhet fjalë për të marrë ambiente me qira të cilat shkojnë le të themi deri në 3 kate, dhe që ose nëse do të marrim rastin e call centrit që godit tek një nga kullat le të themi në Tiranë, kryesoret në Tiranë, ku aty qëndronte edhe ambasada izraelite, ka mbështypjen që ndoshta jo vetëm për shërbimet, por qoftë edhe le të themi shërbimet policore, nuk besoj që është e vështirë ndonjëherë për të marrë vesh, për të pasur informacionin që aty ka një lloj aktiviteti. Le të jetë në duke aktiviteti lishëm siç është call centri, se duhet ta kuptojmë dhe me qytetarët kanë përshtypjen që call centri është një aktivitet i lishëm, siç e përmendët ju, që shërbimet për pensione për tjera me radhë ofrohen nga kompani të licencuara në Shqipëri, siç janë call centrat dhe kryen shërbime fantastike. Këtë do ta pranojmë, por bëhet fjalë për le të themi inspektime tipikisht që shkojnë për kompanitë mashtruese. A mos ndoshta këta paguajnë, le të themi tek individ të ndryshëm, të efektiv të ndryshëm policor, marrë një garanci tjetër, mund të jetë një garanci politike. Shqipëria ka një krye inspektoriat, pastaj ka dhe inspektoriatet, të cilët sigurisht janë të shtrira goxha dhe të mirë organizuara. Problemi është sa eficiente janë dhe çfarë eficiencë kanë. Kur themi bizneset të cilët përbëjnë risk, patjetër që këtu do të hyjnë jo vetëm inspektimi, por në vetë inspektimi do të hyjnë dhe shërbimet informative. Sepse duhet kemi parasysh rreziqet që mund të vinë nivelit sigurisë kombëtare. Për shembull, a mund të përdoren call centrat ose pikat shërbimesh të tilla si pika e rekrutimit? Mund të jenë rekrutime të cilat mund të përdoren për grupet radikale, sepse ne e dimë dhe e pam që rasti i 100 apo 150 persona apo 200 persona që shkuan në Siri, që shkuan në Irak, rekrutimet e tyre nga erdhën janë pra rekrutime të kësaj natyre. Nëse kemi sulme kibernetike, atë nuk e dim se bëhen nga Irani, bëhen nga Kipro, apo bëhen brenda territorit shqiptar. Pra gjitha këto janë element të sigurisë kombëtare. Dhe këta patjetër përdorin këtë lloj infrastrukture. Kablot, të cilët janë të shpejtësisë lartë të transmetimit, janë sistemet IT, janë servere të ndryshëm që vendosen, patjetër jo serveri qendror, sepse në rastet e një zbulimi me rëndënat, por janë servera të cilët qëndrojnë në vendet sigurta, që mund të jenë territore ku nuk i kemi këto marrëdhënie dhe mundësi që t'i kontrollojmë shërbimet e vendeve të Bashkimit Evropian, mund të jetë Rusia apo vende të tjera, dhe transmetimi i tyre në kohë reale drejt atyre serverëve të cilët i ruajnë, pra këto janë servera kalimtar, mund të jenë të rrezikshëm pikërisht sepse mund të kryen aktivitete të tilla të palishme, të cilët mund të dëmtojnë dhe mund të vënë pikpyetje elemente të sigurisë kombëtare. Call centrat shërbejnë apo jo edhe si pika që mund të koordinojnë, po themi qoftë dhe prostitucionin. Si ka mundësi që vendet ose eskortat që vinë nga Brazili, nga Turqia, nga vendet e Amerikës Latine, por ato kanë një kush ka hyrë në faqet e tyre, unë kam bërë një emision të veçantë vetëm për këtë gjë dhe kam pasur mundësi të kem shumë kërkime. Ato kanë një program që ndërë një muaj dhe kanë dhe ditët, ka i ditë jam në Serbi, ka i ditë jam në Maltëzi, ka i ditë jam në Shqipëri. Pra kush i koordinon këta? Ky fluks i madh, mas një muaj ndrojnë ambientet, kush e gjen atyre ambientet? Pra mora një element, sepse në këtë formë më të perceptueshme mund të jenë dhe këto forma të tjera të cilat mund të përdoren për grupe radikale
apo për grupe ekstremiste, apo për rekrutim të tyre në ndërmjet të joshës nga financa apo për një jetë më të mirë etj. Të cilët mund të kthehen si burime të rrezikshme pastaj për shumë gjëra të cilët ne shqetësohemi për sigurinë kombëtare. Pra, nuk është vetëm Irani aty ku është, po Irani mund të jetë kudo përreth, përveç Iranit ka edhe vende të tjera të cilët mund të kenë qëllime të tjera, por këtu në këtë rast ne po flasim për call centra mashtrues. Ai që mashtron me financa mund të bëjë çdo gjë tjetër që mund të cënojë elemente të sigurisë kombëtare. Nuk e di a kanë dhe grupet kriminale call center, a kanë dhe ato qendra të tilla koordinimi, sepse fakti që ato koordinojnë në mënyrë perfekte, lidhur me lëvizjen e mallit, lidhur me të rinj që rekrutojnë për t'i përdorur si shpërndarës, biznese formale, siç janë call centrat, biznese formale që në pamjet parë duken legale, duken të lishme, sepse ato kanë një NIP, kanë një seli, që ndoshta jo gjithmonë selia raportohet ai që është, por raportohet një seli sekondare apo e tretë, që të mos jetë që selia kryesore, që mund shërbejë edhe si subjekt kontrolli, qoftë edhe për dyshime të mundura për aktivitetin që ato bëjnë. Dhe mundësia e përgjimit të call centrave është shumë e vështirë, sepse ata përdorin sisteme të brenda sistemeve të transmetimit të rrjeteve të internetit, përdorin sisteme brenda, sisteme të brendshme, që është e pamundur për ti, edhe po të shikoni numrat e telefonit, janë numra verde, numra jeshil. Pra, ti mund t'i bjesh një numri, si ti jesh në Itali, si ti jesh në Shqipëri, mund t'i bjesh një numri me 800 për shembull. Pra, këto janë forma që ata kanë përdorur që nëpërmjet sistemeve. Pastaj, a janë grupe kriminale? Janë grupe kriminale. A janë grupe të struktura? Po janë, sepse kemi menaxherin, kemi team leaderin, kemi personi që merret me platformën IT, personi që merret me serverat, pra me ato që ai që merret me rekrutimet, po dhe personat të cilët përdorin platformat e mashtrimit, të cilët duke komunikuar me qytetarët në fillimin e joshin me një investim të vogël 200 euro, 250 euro, 300 euro, i krijon mashtrimin sikur financat i urritën, dhe josha të nërmeti presionit vazhdueshëm të komunikimit, derisa fut kapitale më të mëdha. Dhe në momentin kur kapitali është futur, 10.000 euro, 20.000 euro, zhduken papritur, mbasin kontaktet, dhe kjo ka bërë që ata pastaj kanë filluar të kenë denoncime, të informojnë në strukturët e tyre, nga një rast janë bërë shumë raste, dhe ka filluar pastaj që themi vënia në funksion e strukturave zbuluese, dhe pastaj bashkëpunimi për të parë ku janë thirrjet, si kanë qenë transferimet, se transferimet janë shumë të sofistikuara, nuk vinë drejt për drejt pagesat në territorin shqiptar. Ta shkojnë në zonat të tjera ku marrëdhëniet nuk janë të tilla, zonat e pagesave fiskale. Kipro zakonisht është një vend i përshtatshëm për operacione të tilla. Po edhe Emiratët i kanë përdorur për operacione të tilla. Edhe Spanja, pavarësisht se është vend i Bashkimit Evropian, edhe Spanja është përdorur për transferta të tilla të kamufluara brenda atij territori. E qartë. Një gjë më shqetëson mua duke u referuar faktit që ju me të drejtë thoni që biznesi call centrave vjen mbas biznesit të trafikut të drogës për sa i përket grumbullimit të ardhurave për, le të themi, për këto grupe të dyshuara si kriminale. Ku i pastrojnë parat këto softa, këta individ, se du ta kuptojmë që këta në Shqipëri jetojnë. Janë kapur, sekuestrojnë makina luksoze, sekuestrojnë para, kesh. Ku i pastrojnë dhe kush ja u jep garancinë për të pastruar, pra si i gjejnë këto mënyra, se kjo është pasoja e gjës, përveç vjedhjes që kanë bërë qytetarëve evropian, po flas dëmi në brenda sistemit ton. Shiko, Shqipëria ka qenë gjithmonë vend i diskutuar dhe nga ne vetë që flasim që a mund të pastrohen parat nëpërmjet fushës ndërtimit. A mund të pastrohen parat nëpërmjet fushës imobiliare. Këta janë format që ata përdorin dhe kompani fantazm, siç kanë qenë rastet e kompanive me frutat egzotike, ku her pas here transfertat nga vendet e Brazilit, e vendeve të Amerikës Latine, rasti i bananeve, ka treguar që këto kanë qenë disa forma qoftë për kamuflimin fizik, po qoftë për kamuflimin financiar, për të justifikuar të ardhurat e tyre. Pra, fatura fiktive, aktivitete që nuk kanë ndodhur, transferta midis njëri tjetrit duke bërë fatura e tjerë, për të justifikuar atë që quhet pastrim dhe rikthimi i tyre në ekonomi reale. E dyta është ndërtimi. Tani të ndërtosh një pallac. Kur ne kemi 35 vjet që kemi dalë nga borderoja, të gjithë dolën barabartë. Pra dolën nga një sistem ku rroga dhe pagesat ishin të njëjta. Në 35 vjet, kapitalet e disa njerëz të cilët janë edhe 30 vjeç, janë marrëmendës.
çfarë aktiviteti ka bërë një njeri, unë kam një të tërë që kam punuar, po dhe ju si gazetar, po dhe kushdo prindit tuaj e të tjerë, dhe mendoni sa kursime mund të kesh dhe sa të ardhur mund të marrësh nga një punë. Qoftë duke mos paguar ndoshta në një taks, po nuk zgjidh gjë. Ja, bleve 5 birra më shumë, por nuk ke mundësinë ta justifikosh që një pallat bësh 5 katër në tokë, 7 katër në tokë, të ndërtosh pallate të një kategorie të cilët janë vërtet investime shumë të larta. Atëherë këto para nga dolën. Si erdhën? Si e justifikove? Unë dohet bëj një rekonstruksion, dohet merri një kredi. Minimalisht thoshte më duhet një kolateral. Ç'është kolaterali? Ti duhet të kesh 80% të vlerës, duhet ta kesh për shembull një banesë, ose duhet të kesh një tokë, ose duhet të kesh një pasuri, ose duhet të kesh një gjë. Po si të justifikosh për shembull, unë po flas me marr 30.000 euro, ose me marr 100.000 euro. Sa e vështirë është. Si merr miliona euro dhe justifikon këto për të bërë një ndërtim të një ndërtese të lartë. Prandaj që këtu fillon ajo që quhet dyshimi. Dhe kur themi fillon dyshimi, do të thotë që janë institucionet që do të bëjnë këshyrën dhe verifikimin. Pastaj a e dini që pjesa më e madhe nuk i paguajnë cash, nuk i paguajnë me bank, po i paguajnë cash. Për shembull thotë, hajde ta bëjmë ndërtesën që ne e bleve me 2.700, ndërkohë që mund ta ketë blerë me 3.000 euro. Ose kaq paguaj me bank dhe kaq më jep në dorë. Pra, ka një informalitet, ka një mungesë të kontrollit. Dhe kjo vjen pastaj futen punë noterët apo futen punë disa institucione që nuk janë gjendje ta, ose për shembull një tregues shumë i qartë. Si ka mundësi në kaq vite ne kemi të njëjtin numër, po themi, prurjesh nga emigracioni, e lem turizmin, se nuk e di se sa ka ndikuar turizmi, sa vinë në Shqipëri dhe sa ikin nga Shqipëria dhe bëjnë pushimet jashtë. Sistemi Schengen i ndihmoi që pjesa që ka para shkon në Turqi, shkon në vende të tjera, pra edhe një pjesë dele paras. Nuk e dim sa është raporti midis hyrjes dhe daljes paras në me turizmit, kjo është për tu verifikuar. Por si është e mundur që euro nga 140 ka zbritur 95 dhe për ditë më tepër vjen. Shkova para sa ditësh në një change për të shkëmbyer disa para, edhe po i thoja, apo si shpjegohet, kam frikë të marr një pagesë me euro, sepse dal me humbje. Kam një kontratë me euro, jam gati të mbyll shërbimin, se nuk e përballoj dot. Sepse ai vazhdon, thotë unë kam me euro, nuk mund ta ndryshoj, dhe nuk e ndryshoj se kanë favor. Ndërkohë që punëtorën e paguaj me lek, taksat i paguaj me para e tjerë. Nuk ka lek, thotë. Është shumë keq për lek në treg, sepse ka sasi të jashtëzakonshme eurosh që qarkullojnë. Dhe ky euro, ky lumi i madh parash, nga vjen? Si vjen? Ja ndalim në një moment. Kisha 5 huaj, të gjithë shkëmbeu, njëri shkëmbeu 20 euro, tjetri shkëmbeu 50 euro, njëri më i shumti ishte 100 euro. Pra ka i shkëmbeu, nuk është shkëmbeu në gjithë madh. Nëse e quajmë këtë shkëmbim, që nga ky shkëmbim ne kemi shumë para, pastaj nuk e di, po është ai që themi nga vin këto para si pastror. Kemi një tjetër moment, Softan, që e bisedojmë. Sot SPAK ka kryer një operacion i cili lidhet me një grup që lidhet me trafikun e drogës, duke që është një operacion i cili është i bazuar mbi informacionet dhe mesazhe dekriptuara, pra tashmë, të cilat janë në duart e hetuesve të byrës kombëtare të hetimit, ato të Sky CC, kryesisht dhe bëhet fjalë për goditjen e një grupi, siç e thash, të trafikut të drogës, një nga personat i cili mund të themi njihet jo shumë për autoritetet shqiptare, drejtsinë shqiptare, është Jetmir Pepa, i cili në Shqipëri rezulton si biznesmen me disa kompani. Nga informacionet të cilat vijnë bëhet fjalë për sekuestrimin e mbi 200 pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, dhe që sigurisht sekuestrimi vjen gjithnjë pas dyshimeve të hetuesve që ato mund të vinë si rezultat apo që kanë për burim aktivitetin kriminal. Tani si e shikon këtë operacion, Softa? Ju thatë me drejt që një pjesë e informacione vjen nga jashtë, nga partnerët tanë. Kanë ardhur nga përgjimet, nga zbërthimet e këtyre aplikacioneve. Mendoni se do ishte kjo botë kriminale, sa e fuqishme dhe e nëndëshme, nëse nuk do kishim pasur zbërthimin e këtyre aplikacioneve të ardhura nga partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët kanë shërbyer edhe si indicie për të krijuar nërmjet metodave aktive dhe proaktive për të marrë më shumë informacion, qoftë edhe për të vajtur tek pasuritë e tyre dhe për të sekuestruar këto 200 pasuri që thoni ju, të luajtshme dhe të paluajtshme, që disponon një person që thotë që ka një aktivitet në fushën e ndërtimit, mos gaboj, Pepa Group.
Por megjithatë, një problem i madh është ky. Ka një ligj që në qoftë se ti blen dhe bën një pasuri, atëherë duhet të raportojnë. Në qoftë se do secili prej tyre do shkojë ta bëjë në hipotekë. Hipoteka çdo vlerë që është mbi 80 milion të vjetra, pra mbi 80.000 euro, duhet të raportojë sektorin e pastrimit të parave, që do të fillojë një verifikim që këto para nga ardhën, pra dyshimet e mundshme raportohen pranë disa linja caktuara. Thjesht është e mundur një person ka 200 apartamente, toka pafund. Edhe njerëz të tjerë që vetëm kur ka ndodhur një ngjarje ose ka ndodhur një arrestim, kanë verifikuar dhe kanë gjetur pastaj pasuritë. Po si ka mundësi që këto pasuri nuk i dim? Nëse ne do kontrollojmë për shembull, supozojmë një grattaciel. Shumë e thjeshtë, merr një grattaciel. Kush e ndërtoi grattacielin dhe sa është vlera e saj e ndërtimit? Shumë e thjeshtë. Nëse nuk kanë ekspert, merr një inxhinier ndërtimi, ta bën kalkulimin se sa është kosti i ndërtimit. E dyta, mund të bësh vlerësimin e pronës. E dyta, kush i ka blerë? Nuk vlet dyshimin për gjithë njerëzit, a? Unë flas nëse ka element dyshimi. Nëse dikush ka 300 apartamente, apartamentet nuk ndizen siç raportohet, që mbi 50.000 apartamente janë me drita të fikura, që nuk harxojnë zero energji. Atëherë, nëse do shkojmë thjesht për të verifikuar, dhe nëse ka element që janë indicie, patjetër për të thelluar, për të verifikuar pastaj të i themi se ku janë këto prona dhe pasuri dhe si u vun këto pasuri. Dhe nëse do shkojmë për të kontrolluar me ligjin antimafie si i vuret i pasuritë, asnjëri nuk i justifikon të 200 apartamente apo 200 prona, të cilët kanë ardhur kur jetë 33 vjeç apo 34 vjeç, e çfarë aktiviteti pas ke pasur financiar që janë gjendë të vesh të pasuri. Sigurisht që vjen nga aktivitete të dyshuara që të cilët duhet hetohen. Dhe kur ne themi që duhet të kontrollohen, sidomos në fushën e ndërtimit, atëherë si do të kontrollohet fusha e ndërtimit kur një rast i dyshuar i një personi kishte ndërtuar 4 kate pa leje në qendër Tiranës atë grattaciel, duhet ta thoshte kryeministri i vendit. Nuk ishte asnjë lloj institucioni, nuk e dinte askushi që kishte 4 kate pa leje, 4000 metra katror të ndërtuara në zemër Tiranës, ngjitur me sheshin Skënderbej. Mora një rast tjetër që shkon ministri i brendshëm dhe drejtuesja e policisë ndërtimit, shkojnë para pallatit, ngrenë kokën dhe thotë ky pallati këtu është pa leje. Pa i pallati ishte në punë, aty ka pas dhe një call center. Pastaj nuk e din ç'u bë me fatin e pallatit. Pra të gjitha këto janë o forma kur nuk kanë shkëmbime interesi, ose janë vetë. Dhe kjo është një nga arsyet që pastaj dyshojmë pse nuk zbulohen të gjitha këto parat që ju thoni, apo ne themi që pastrohen në fushën e ndërtimit. Nëse këto para janë në fushën e ndërtimit, këto 50 milion euro ku shkuan? Pra, nga arrestime sigurisht do presim, do të ketë transparencë që të verifikojnë, si në rastin e parë që u zbulua nga një emision investigativ italian përballë kishës ortodokse. Dhe rasti i sotëm, dhe raste të tjera, kemi nevojë, ju si media, patjetër që në vetjush të jepet një transparencë qytetarëve shqiptar. 50 milion euro nuk u gjetën ku ishin, sepse thuhet që janë 50 milion euro. Këto 50 milion euro ku shkuan? I kanë këta persona, i futën fushën e ndërtimit, në cilën fushë i kanë pastruar. Janë bërë kriptomonedha, janë kthyer kriptomonedha. Ku shkuan këto kriptomonedha? Pra gjitha këto janë pikë pyetje, të cilët e gryjnë ekonominë, e gryjnë garën ose e gryjnë konkurrencën, po e quajmë të atij që bën biznes ndershëm. Prandaj ka të vështirë një që ka një strukturë akomoduese të rregullt me një që nuk raporton asgjë dhe sigurisht që bën konkurrencën. Prandaj kemi edhe vështirësi në jetën e përditshme sepse një pjesë punon, stërmundohet, paguan, kontrollohet deri në detaje, dhe pjesa tjetër që qarkullon miliona e miliarda, jo vetëm që nuk kontrollohet, por bëjnë dhe ligjin dhe kanë pushtetin dhe madje të bëjnë dhe presionin për të arritur qëllimet e tyre. Ti referohemi një moment se aty jemi, ato po diskutojmë parat e pista, operacionit të sotshëm që janë lëshuar 10 urdhra arreste, ndërkohë janë ekzekutuar 4 pas dyshohet që, le të themi, kryesisht aktiviteti kriminal ka qenë jashtë Shqipërisë dhe një pjesë e tyre qëndron jashtë Shqipërisë edhe për Jetmir Pepën, drejtuesi i Pepa Group ka dyshime që ndodhet jashtë Shqipërisë. Spaku në operacionet kryesore që ka bërë
softa për goditjen e grupeve të dyshuara kriminale që le të themi për bazë kanë pasur aktivitetin e drogës, si një aktivitet shumë i fuqishëm, kriminali i cili i mban gjallë le të themi të gjithë jetën të bazuar mbi krim, aty i marrin paratë dhe ashtu pra furnizojnë të gjithë strukturën kriminale. Ndodh që kokat nuk kapen, lëshon urdhër arresti në një moment gabuar, duke ditur, le të themi, Byroja Kombëtare e Hetimit se aty e ka Timsin, vendos emrin Andi Bora apo Fation Softa dhe është që është Shqipërisë apo është brenda, i bën në momente të tilla kur kokat nuk gjenden, nuk kapen, dhe e dyta, ne sot thamë që sekuestrohen mbi 200 pasuri, të paktën informacionet cilat i kemi deri në këto momente, por konfiskimet për vitin 2025 ishin nga 40 kusur milion euro, të sekuestruar ishin vetëm 1.ca milion euro të konfiskuara, cilat i kalojnë shtetit. Si e shikon këtë histori tani? Shiko, po flasim për një person që ju përmendët Mir Pepa, i njohur në emrin e publikut. Ky ka një vit që është në kërkim, sepse siç e përmendët, ka shkrepur armën në një ambient feste, në natën e ndrimit të viteve, dhe me që ka qelluar me armë, shpallën kërkim dhe nuk është gjetur për një viti. Shpallën kërkim tani, sigurisht që shpallja në kërkim ose marrja e autorizimit nga gjykata për të bërë jo vetëm arrestimin për shpallur atë në kërkim ndërkombëtar, po më shumë edhe për mundësinë për të deportuar tek strukturat, për të bërë kontroll në banesë, për të sekuestruar pasuritë, për të marrë pajisje ndryshme të cilët mund ta ndihmojnë më shumë hetimin, siç mund të jenë kompjuter apo pajisje apo bashkëpunëtorë të tjerë. Kështu që kjo mund të jetë, por ka dhe raste dekonspirimi, të cilët por operacionet e fundit, qoftë policisë, qoftë të SPAK-ut, kanë qenë shumë profesionale, kanë qenë shumë pak informacion ka pasur, si dhe ky rast ka shumë pak informacion. Operacioni është në zhvillim e sipër, patjetër që mund të kemi të tjera rezultate dhe ende nuk kemi të dhëna zyrtare nga struktura e posaçme për mbylljen dhe arritjen e rezultatit të këtij operacioni, dhe kjo tregon për një punë më të mirë, sigurisht të këtyre strukturave. Por nuk mund të përjashtojmë rastin që persona të caktuar, të cilët kanë kaq shumë fuqi ekonomike, kanë pushtet financiar, të kenë mundësi të kompromentojnë personat të cilët janë në struktura. Për shembull, vlerësova shumë drejtorin e përgjithshëm Hitaj, i cili thotë ne do ta nisim nga vetë pastrimi i rradhave tona. Sepse në rradhat e policisë patjetër ka pasur persona të cilët jo vetëm dekonspirimi, që është gjëja më minimale, por është bashkëpunimi. Rasti i një përgjimi që doli për një oficer të lartë që komunikonte me ta lidhur me dhëna që kishte apo me dhëna që merrte, duke filluar që nga Timsi, që nga informacione paraprake, nëse kishte plane apo hetime apo survejime ndaj personave dhe grupeve të caktuara. Kështu që kjo tregon edhe një herë, paktën këto raste tregojnë që rekrutimi ose rasti i rekrutimit të një personi i cili ishte i agjencisë mbikëqyrës policore, aty ku ishte për të kontrolluar strukturën vet, ata ishin persona të cilët o shoqëronin Ervis Martinaj, rasti i një oficeri, ose rasti i aeroportit të Rrinasit, ku ishte një oficer apo punonjës i agjencisë mbikëqyrës, i cili ishte marrë edhe në mënyrë korruptive në marrëdhënie pune, pa kritere, i futur, pra akoma dhe më keq, i futur nga shefat e tij, që të shoqëronte një person i cili u bë viktime e atentatit të aeroportit të Rrinasit, ose oficeri i forcës operacionale. Është niveli më i lartë, ku ka çelësat e Ministrisë së Brendshme. Është një strukturë e vetme që hyn kudo, hap çdo portë, ka drejt të ngrej grupe vëzhgimi në terren, lëvizje fizike me makina dhe me mjete, mund të bëjë gjithçka që i duhet për veprime operacionale. Ose forcat të tjera apo personat të tjerë, të cilët kanë qenë duke filluar që edhe nga një deputet i dyshuar, i arrestuar nga struktura e posaçme, i cili ishte pjesë, madje vinte edhe telefonin Komisionit të Sigurisë për të dëgjuar personat të cilët e kishin stimuluar qoftë edhe me vota për të bërë deputet i parlamentit. Pra, niveli i korrupsionit dhe përfshirja te diku elementeve, nuk mund të theme strukturave, po brenda strukturave të sigurisë kombëtare
patjetër që është një element shqetësues. Dhe kjo e bën atë që themi ka apo jo dekonspirim, ka apo jo bashkëpunim. Shefa krimesh, sa shefa krimesh janë të arrestuar? Rasti i shefit Elbasanit apo të Durrësit, ku shefi krimeve jo vetëm që ishte dekonspirues, por punonte për të qitë të prit kundërshtarin e tij për ta eliminuar. Pra, mendojnë, po flasin grupe të cilët kanë jo vetëm rekrutuar, po i kanë kthyer në bashkëpunëtor të mirëfillt për një aktivitet të fortë kriminal. Pra, në rastet caktuara softa, ka njerëz cilët e mbajnë veshjen vetëm për të kamufluar aktivitetin kriminal. Këtë do ta pranojmë, ka treguar, le të themi, mesazhet e SkyCC, sigurisht e shëron, siç e thatë edhe ju në për struktura të ndryshme sigurisë kombëtare, nuk është fare tashmë, le të themi, një gjë e re, të cilët kanë njerëz që janë shndruar në të infiltruar të grupeve kriminale. Adrian Softa, unë falenderoj shumë për gjithë informacionet që ndave sonte në Sken Krimi. E vlerësoj. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për këtë mbrëmje. Bashkë do të shihemi të shtunën në orën 20 me të tjera, le të themi, informacione dhe zhvillime që do të kemi gjatë këtyre ditëve. Natën e mirë.